Në anën e majtë të kryetarës së kuvendit, Albulena Haxhiut, një karrige mbeti bosh. Krahas saj, deri vonë kishte vendin Arben Loshi, zëvendës sekretari i kuvendit. Por një ditë më parë, ai u shkarkua nga detyra, ani pse pati pikët maksimale prej të gjithë aplikuesve për sekretar të përgjithshëm. Pas shkarkimit të tij, Gjeradin Hoxha është caktuar ushtrues detyre i sekretarit të kuvendit. Albulena Haxhiu nuk bëri asnjë reagim rreth këtij rasti. As Emilia Rexhepi, nën kryetare kuvendit, nuk dha detaje. Po ashtu, as ish kryetari Glauk Konjufca nuk foli se si shkojnë procedurat e shkarkimit sipas praktikave të kaluara. Maksimale për me mbajtë këtë pozitë. Përbes sonësit nuk e di tash e keni një kryetare të re të kuvendit, ato do të më pyet. Arben Loshi tha se është shkarkuar pa paralajmërim gjatë procesit të rekrutimit për sekretar të përgjithshëm të kuvendit. Sipas Naim Jakajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Loshi mund ta mbante pozitën derisa të përfundonte rekrutimi për sekretar të përgjithshëm, pasi nuk do të përbënte shkelje ligjore. Është zhvilluar në përputhje me legjislacionin e fuqi, pa asnjë ankesë dhe me monitorim ndërkombëtar siç është ambasada britanike. Në këtë kontekst, çdo përpjekje për anulimin e një procesi të përfunduar të rekrutimit apo ndërhyrje në vendimet e bazuara me meritë dhe me ligjshmëri, për ne ngrit shqetësime serioze për integritetin e administratës së kuvendit dhe respektimin e parimeve të shërbimit civil. Andaj, po kërkon veprime e arsyetime nga kryekuvendarja. Veprojnë në përputhje me ligjin duke respektuar procedurat e rregullta të rekrutimit dhe parimet e meritokracisë dhe ligjshmërisë në administratën publike, veçanërisht në organin më të lartë në Republikën e Kosovës, siç është Kuvendi i Kosovës. Arben Loshi ishte emëruar zëvendës sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës në qershor të 2023-s.